Nuk jam pro mësim besimit fetar në shkolla, sepse ne ende me vitet të tëra nuk po arrim me kriju një ligj për të drejtat dhe lirit fetar. E dyta, institucionet fetare, bashkësive fetare, nuk janë faktor institucional. Do me thonë që mrenda institucioneve fetare, si të krishtera, si muslimani, nuk kemi më vetëm muslimanët Hanefi, apo të krishterët ortodoks dhe katolik, por kemi musliman që janë nda si komunitet tarikatet, musliman Hanefi, Hambeli, që është me të madhe, mas luftës Kosovës, është shkollë juridike kretë, nuk dallon shumë prej Hanefive, mirë po krijon konfuzion të populli, dhe të krishterët kemi ortodoks, kemi protestant, dhe vetë literaturat krishtere dhe islame nuk kooperojnë mirë me të veti. Dhe bashkësitë fetare kanë vendin e tyre, si OJQ apo si komunitete, le ta njohin veten si të duan, por nuk janë faktor në një shtet demokratik me pushtetut laike. Prandaj, mësim besimi, për mendimin tem, nuk ka nevojë në shkollat fillore, por në vend të kësaj lande ne kemi edukatën qytetare. Unë e kam shfletu edhe mburrën me çfarë mësime edukative mësohen fëmijët tanë. Dhe në kuadër të edukatës